Faleminderit. Duke shumë elegante. Faleminderit. Mersi. Nuk e dika si duke drini që ne ministra. Evente, udhëtime, përvoja. Planifiko më lehtë me AI Trip Planner. Navigo më thjesht në 12 gjuhë dhe dëgjo çdo histori me audio guide. Tani me Tea, historia me rjet me realitet të shtuar. Hidden Gems dhe në anën tjetër kemi Tea's Bluest Color Award. Shohim se ku do të shkojnë këto dy. Por përpara çmime. Madhe për mua sot që të marrin këtë çmim dhe në fakt më shumë se një çmim, se një trofe, në fakt është një dëshmi që Shkodra e kulturës, e artit, e aktiviteteve është zemra e Shkodrës, ajo që po ndodh sot në Shkodër. Kështu që unë ndjej jashtëzakonisht i nderuar për të marrë këtë çmim. Mendoj që detyra jonë si bashki ka qenë që atë identitet fort që Shkodra ka për artin dhe për kulturën ta kthejmë në një energji që kjo të njihet dhe të jetë e përditshme nëpërmjet aktiviteteve. Tea është një organizëm i gjallë, një platformë digjitale që frymon me ritmin e qyteteve tona, me festivalet, koncertet, traditat, artin, gastronomin, mikpritjen dhe energjinë krijuese të Shqipërisë. Brenda Tea janë sot të mira kontribues, janë bashki që promovojnë qytetet dhe identitetin e tyre, janë artistë dhe organizatorë eventesh që mbajnë gjallë jetën kulturore të vendit, janë hotele, restorante, resorte, agroturizma dhe biznese që çdo ditë ndërtojnë eksperiencën shqiptare të mikpritjes. Dhe sonte, për herë të parë, të gjithë këta aktorë të sektorit publik dhe privat bëhen bashkë në një mbrëmje celebrimi, emocionesh dhe mirënjohje. Është një moment progresi, ku të dhënat e një platforme digjitale kthehen në histori suksesi. Unë do doja që ta shikoja së bashku me ju turizmin jo si një counter numerik, jo si një qëllim në vetvete, jo si një piket e një touchdown. Pra njerëz që vinë, prekin, numërohen, edhe ne fabrikojmë, themi një total sasior i cili është prej, ku diun, disa miliona e gjithmonë më shumë miliona njerëzish. Nga njëra anë, pjesa sasiore na ndihmon të kuptojmë kapacitetet tona, na ndihmon shumë të kuptojmë mundësitë që mund ta ofrojnë si vend, por nga ana tjetër do doja të shikoni turizmin si një vlerë të shtuar, do doja ta themi organizonin veten tonë, duke e parë turizmin jo si një themi vlerë që do ishte thjesht e inskenuar, jo si një program i cili do të ishte aty për për të na bërë që ne të ishim jo ata që jemi, jo si një dekor, jo si një butafori, jo si një beautifikim i një pjesë tonës, apo i pjesës jashtme tonës, akoma më keq, po të ishte kështu. Do doja që të ishte një turizëm real, do doja të ishte një eksperiencë në një vend që jetohet bukur. Dhe këtu pastaj ne kemi shumë me njëri tjetrin për të bërë, për të thënë. Edhe këtu pastaj turizmin vetvete fillon dhe bëhet aq shumë i ndërlidhur me shumë sektorë të tjerë dhe fillon dhe bëhet shpesh kryefjalë, por shpesh është një ndërlidhës i jashtëzakonshëm me shumë sektorëve, sepse në fund të fundit bëhet fjalë për të bërë të mundur që ky vend të plotësojë këto fjalësh, pra të plotësojë këtë vlerë. Një vend ku jetohet bukur.
Tongës, që të gjitha bitën që ne kemi përveç ishullit Sazanit, ishullit të Gjarprinjve ose ishullit Sardë, është dhe ishullit Tongës, që është në kufi me Greqinë, afër Konispolit, është dhe gjiri i Inglezit, ose dhe shpella që është 30 minuta pak më sipër, që është super sekret, është i fshehur, kush kalon nga deti nuk e shikon dot, pasi është këmbë. Ftojmë në skenë për të dorëzuar këtë çmim Kryeredaktorin e lajmeve televizionit tan, Fatos Sakoria. e mirëpresim me duar trokitje një nga gazetarët më të njohur të medias shqiptare. Mirëmbrëma dhe faleminderit që je prezent